ndershëm, ne sot kemi kërkuar të zhvillojmë këtë takim qytetarësh për të Hajdutrisë. Kemi njoftuar me leje dhe sot policia e regjimit në një apartament të qartë, pasi na hoqi çadër, pasi na vodi gjeneratorin, pasi na hoqi kur ta gjithë protestonin, sot kërkon të na zonin. Zoni nuk e sot, e dyra $80 miliardë euro ka marrë nga shqiptarët, banda që drejton e Edi Rama në këto 12 vite. Më thoni ju mua, me 80 miliardë euro, mos vau rregulloj spitalet, po apo jo? Mos vau rregulloj rrugët, po apo jo? Mos vau rriti rroga pensionet si në Europë, po apo jo? Mos vau ka ilaçe në spitale? Mos vau ka siguri në këtë vend? Ndaj ky është një bandit që drejton një qetë banditësh që duhet shëmbur. Edi Rama, hajduto, 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 Edi Rama, hajduto, hajduto, Ftoj qytetarët e Tiranës të zbresin në sheshe, në gjithë Shqipërinë të dalin. Është koha e brezit të ri. Dorhiqu, 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 dorhiqu. Edi Rama, frikacak, frikacak, frikacak. Edi Rama, frikacak, frikacak, frikacak. Edi Rama, frikacak, frikacak, frikacak. Por punojësit e policisë së shtetit për ata të ndershmit abandonojeni të bandë që u ka vendosur krye gjatë jetës së programit. Abandonojeni të bandë që 2025 kupton që ata duhet të drejtë e fjalës. Vani u kohë të ndershëm. Çfarë krimi po përndektu? Çfarë ligji po shkakton? Çfarë do të bëjmë? Sajna politike, generaliste, teoria, diplome, çfarë? Edi Rama, hajduto, hajduto, Edi Rama, hajduto, hajduto, Edi Rama, hajduto, hajduto, Edi Rama, hajduto, hajduto. Ah